Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi sot në emisionin e radhës të podcastit Okult. Para se të fillojmë dhe të prezantoj të ftuarën e emisionit ton, dua t'ju kujtoj që të ngrini gurin e Sizifit edhe tak subscribe atje. Kur hapni YouTube-in, lexon atje subscribe, një subscribe atje tak, edhe vim ne ju ndjekim nga mrapa dhe nuk na ndiqni ju, dhe atë shaj një like pasaj atje që të keni një notification pip, dhe ju e merrni vesh që Alfred Sako ka bërë një podcast dhe ata që janë fansa të këtij emisioni e hapin dhe shikojnë. Njëkohësisht dua të falenderoj të gjithë sponsorët e emisionit ton, të cilët siç i keni parë dalin me strisha, dhe në veçantë do falenderoj edhe ujin Lajthiza, duke u kujtuar që ka bërë produkte shumë cilësore në treg dhe shumë konkurruese me biznese të ngjashme kudo në botë, dhe sigurisht që çdo popull që është pak i mençur dhe patriot ble produktet e tij kur ato janë të krahasueshme në cilësi dhe në çmim, dhe nuk ble produktet tuaja, madje edhe sikur çmimi të jetë pakës më i shtrenjtë i produkteve vendase, ne prap duhet të blejmë produktet vendase. Unë kështu mendoj dhe kështu veproj, besoj që dhe ju mendoni kështu. Njëkohësisht kemi dhe këtë vajin e ullirit. Nuk ja u tregoj se kush është ky vaj ullirit, se e gjeni vetë, mjafton t'ju them që ky nuk është vetëm vaj, por është dhe ilaç, dhe kur vjen këtu vendri Trumpit ose që dërgon njerëzit e vet, duhet të dini që ai vetë e ble këtë vajin. Pyesni ku vetë ble Jared Kushneri vajin në, po ja u them rrethin, në Vlorë, dhe juve me njerë do t'a gjeni se ku shitet vaj më mirë në Shqipëri, vaj që ka fituar mbi 20 çmime ndërkombëtare duke kapur number 1. Beshaka se do t'ja u them, është vaj Musaj i Skrofotinës, dhe shumë nga ju ndoshta e kanë dëgjuar dhe e blen, po të doni të keni imunitet të lartë, ashtu siç kam unë këto 3 vjet që po e përdor vajin Musaj. Kush e ble nuk ka për t'ju ndarë me vajet Musaj, dhe ju e dini që mua mund më kenë ardhur këtu për reklama 7-8 produsish vaj dhe nuk ma kam mbushur mendjen, sepse unë jam shumë me kriteret forta kur dalë dhe bëj një reklam, por vaj Musaj është ndryshe. Provojeni dhe të gjithë do më jepni të drejtë. Sot kam të ftuar Arseida Gjylin, është era e dytë që ka ardhur në podcastin ton. Erën e parë ka bërë një intervistë me vajzën time me Elgan. Mirë se më ka ardhur Arseida. Mirë se më gjet. Arseida, një pjesë nga ju ndoshta, sepse ka filluar të jetë shumë aktive në këto kohët e fundit, dhe shumë nga ju mundet ta kem parë në për ekrane, por ata që e kam parë dhe nuk e din biografinë e Arseidës. Arseida është pedagoge në universitetet private shqiptare dhe njëkohësisht është specializuar për marrëdhëniet me jashtë dhe për integrimin me Bashkimin Evropian. Njëkohësisht është e apasionuar mbas letërsisë dhe ka guxuar dhe ka shkruar disa libra, megjithëse është në një moshë relativisht shumë të re. Arseida, unë mendoj të flasim pak për situatën e brendshme politike, me qenë se unë më shumë trajtoj temat gjeopolitike dhe di që dhe juve jeni shumë e apasionuar mbas gjeopolitikës, por mendova të fokusoheshim një çik në çështjet e brendshme. Situata politike në Shqipëri, në parlament, në lidhje me çështjen Balluku, është pak a shumë simetrike, po të krahasojmë ngjarjet e tanishme për zonjën Balluku dhe narrativën që kanë përdorur dy krahët e politikës, pozita dhe opozita në parlament, dhe ngjarjet pas Gërdecit, ku protagonist ishin pak a shumë në parlament Berisha, Taulan Balla, Edi Rama. Në atë kohë Edi Rama s'ka qenë më 2008, se ka qenë
kryetar bashkie, por si kryetari opozitës ka pasur të njëjtën narrativë ku kemi parë në 2008 që ka pasur një fjalor shumë të egër, atë ndërhyrjen ndoshta të kujtoj, se ti ke qenë dhe shumë e re atëherë, po Josefina Topalli ju drejtua atyre bodyguardëve, kapeni për leckash, për zhelesht, për ta u lanë ballën. Berisha e ofendovi rend me një antar të familjes dhe u kaluan të gjitha saqet e etikës dhe tash përsëri ishte e njëjta situatë, por palët ishin në kat të kundërt. Ndërsa Taulan Balla kërkonte që prokuroria të hetonte dhe të hiqeshe imuniteti i disa deputetëve dhe i ministrave që konsideroheshin fajtor për çështjen e Gërdecit, sot Taulan Balla doli në kundërshtim me ato parimet e atëhershme, doli në mbrojtje të Belinda Ballukut, ndërsa Berisha që mbronte atëherë Fatmir Mediun dhe njerëzit e vet, doli në sulm duke kërkuar në kundërshtim me doktrinën e vet të vitit 2008 për të mbrojtur deputetët dhe ministrat e qeverisë përballë prokurorisë dhe për të mos lejuar që domethënë duke vënë barrierë imunitetin e deputetit për të mos u ndaluar deputeti apo ministri në hetim. Si e shpjegon këtë që kur vinë në pushtet politikanët ndryshojnë dhe kur ikin nga pushteti dalin në opozit, ndryshojnë dhe zënë llogoret kundërta dhe si e arsyeton juve për çështjen Ballukut, si veproi qeveria, si veproi opozita dhe a duhet që spaku të ketë dorë të lirë për të marrë me Ballukun që ajo të mos ketë mbrojtje dhe imunitet nga politika, nga kuvendi? Po, atëherë ideja është që janë dy çështje të ndryshme praktikisht nëse i shikojmë edhe në si moment historik dhe rrethanat kanë qenë ndryshme. Patjetër që çështja e Gërdesit ka një ndjeshmëri, jo se do të thoja që kjo çështje tani nuk ka ndjeshmëri të lartë, se jemi edhe në proces negocime me Bashkimin Evropian dhe patjetër që çdo çështje që lidhet me drejtësinë ka ndjeshmërinë e vet, por çështja e Gërdesit ka patur ndjeshmëri shumë të lartë dhe impakt qoftë dhe në opinionin publik për faktin që ka patur dhe viktima njerëz dhe buja dhe jo vetëm tronditja që e mbajnë mend të gjithë atëherë. Po ka patur relativisht viktima dhe sikur dhe një viktim të ketë qenë, është jetë njeriu, është jetë njerëzish dhe jeta e njeriut edhe në kushtetutë dhe në drejtat konventat europiane të drejtave të njeriut, po edhe në të gjithë instancat e tjera edhe botërore në vetvete. Ka prioritet, kështu që si çështje nuk mund t'i vendosim në një peshore të njëjtë, por ajo që shikohet si fenomen dhe paralelizmi që bët ju është fakti që zakonisht partitë politike harrojnë në momentin që vinë në pushtet dhe kanë një lloj amnezie të asaj që praktikisht ka ndodhur dhe qëllimi duket sikur është pushteti. Por ndjeshmëria e situatës tani mendoj që vjen shumë goxha më e rëndë për faktin që janë instancat ndërkombëtare ata që po monitorojnë situatën. Nuk është vetëm se si e perceptojnë partitë politike apo politikanët shqiptar situatën, se si veprojnë ata kundrejt situatës, por është presion i shtuar ndërkombëtar për të marrë një vendim apo një vendim tjetër. Dhe këtu pesha politike e Partisë Socialiste dhe qeverisë në vendimin që mori për zonjën Balluku rëndohet në faktin që kanë qenë dhe ambasadat, do jetë dhe Bashkimi Evropian që do dalin me një raport mbi këtë vendimarrje, jo për faktin nëse vendimi ishte i drejtë apo i gabuar në plan të heqjes imunitetit. Sepse ajo pastaj është çështje procedurale dhe do ta analizojmë dhe këtë, por ajo që lupa sot e vendosur dhe situata që sot i vendos përballë një përgjegjësie tjetër, që ata vetvete si politikan nuk do donin kurrë ta merrnin, sepse drejtësia është e mirë në momentin që heton të tjerët, por kur na heton ne, nuk është më e mirë dhe ne e sulmojmë. Dhe po ta vëmë re dhe opozita vet, kur ishte hetimi dhe në lupën e drejtësisë u vendos zoti Sali Berisha, drejtuesi i Partisë Demokratike, ishin ata që anatemuan drejtësinë si skapi, si ajo që
pra s'ka baras ajo drejtësia që është e orientuar në një farë mënyrë dhe e hanat e muan, përpoqen ta zhvlerësonin, dolën madje edhe në fushat elektorale me pretendimin që në momentin që ne do vim në pushtet do ta zhbëjmë SPAK-un, dhe në momentin kur kjo drejtësi orientohet tek kundërshtari politik, dhe kjo është logjik kryekëput komuniste, po ta marrim si qasje, pra ne dhe ata, dhe vetëm kur është armiku preja është e drejtë qasja, dhe këtu në momentin kur SPAK-u drejtohet ka qeveria, atëherë për opozitën SPAK-u bëhet i mirë, bëhet i drejtë, bëhet ai që garanton drejtësinë vetvete. Kështu që këtu është politikanët luajnë me një lloj retorike subjektiviste, kur vjen puna tek mënyra se si gjykohet kjo. Vendimarrja e qeverisë për ta votuar me 82 vota mosheqjen e imunitetit zonës Ballukut, ndikohet në mënyrë të drejtë për drejtë me një luftë që ata patën me precedencën, me faktin që a duhet që pushteti gjyqësor, pavarësisht se sot ky pushtet gjyqësor ka dorën e lirë për të hetuar edhe ata peshqit e mëdhenj, pra për të thyer mitin e paprekshmërisë kur vjen puna tek zyrtarët e lartë, a ka të drejtë ky pushtet gjyqësor të cënojë pushtetin ekzekutiv? Dhe ky ka qenë parimi që Partia Socialiste dhe qeveria patën një luftë gati të drejtë për drejtë me ngritjen e kësaj precedence, me pretendimin që nëse gjykata GKK-ja apo edhe gjykata posaçme SPAK-u do kenë autoritetin për të ngritur një akuzë në mënyrë të drejtë për drejtë apo për të kërkuar heqjen e një akuze në zhvlerësim e një akuzë tjetër, automatikisht këtu ky pretendim do të bënte cënimin e autoritetit ekzekutiv. Pra mbi vendosjen ose ndryshe ndarjen e pushteteve. Ky ka qenë pretendimi dhe po ta vini edhe raporti që u ngrit nga Këshilli i Mandateve. Një minutë. Do vazhdojmë prapë. Ju më kryuat mundësinë që të bëj dy pyetje me këto që thatë. E para që opozita ka dy standarde në qëndrimin e saj ndaj drejtësisë, ndaj SPAK-ut, kur vjen fjala për goditjen e njerëzve të opozitës, si Sali Berisha, po Flamur Noka, po nuk e di tjetër, shtirur Fatmir Mediu, ata e anatemojnë drejtësinë me ato epitetet që ju e përmendet një, dhe me epitetet tjera, dhe nga ana tjetër, kur goditet në krahun tjetër, domethënë vlerësohet të paktën në eshtje veprimi i opozitës. Unë doja të pyes në këtë kuptim, sepse goditja ndaj opozitës prej drejtësisë ose goditja e gjithë politikës prej drejtësisë, duket se ka marrë një vrull në drejtim të goditjes në hierarkitë e larta të administratës publike, të qeverisë. Dhe ndoshta mos është teatr kjo që bën opozita, që është gjoja interesuar që të goditet Balluku dhe në fakt këta janë bashkë, Rama dhe Berisha, dhe luftojnë që sepse dhe Rama e ka shprehur këtë dëshirë për të kufizuar fuqinë e SPAK-ut, dhe këtë e ka thënë edhe Sali Berisha. Mos ka ndonjë kështu aleancë fluide që quhen në politik, pra këta bëjnë sikur bëjnë show në popull, opozita në këtë rast ose qeveria kur goditen këta të opozitës duke i dalë në krah drejtësisë, dhe nga ana tjetër këta bashkëpunojnë bashkë për të kufizuar dhe për të ndalur fuqinë e drejtësisë. Kjo është pyetja e parë, mbaj mend. Do të bëj një pyetje e dytë që i nxorë vetë aty, dhe pyetja e dytë është që duket se ka një rrezik që të ketë një republikë prokurorësh ku drejtësia mbivendoset mbi pushtetin kryesor, që është pushteti legjislativ, dhe që kjo me të vërtet duhet ndalur. Dhe mund të ketë një lloj deep state-i ndërkombëtar, pra një fuqi të padukshme, e cila ndikon drejtësinë që të godas politikën, sa herë që politika nuk bindet
ndaj këtij deep state-it ose kërkesave të ndërkombëtarëve për çështje të ndryshme, se ekziston dhe ky rrezik. Por kur jepen prova të mjaftueshme nga drejtësia për një person apo për një çështje ose për disa çështje të një personi, siç është rasti Balluku, mos qeveria kompromentohet nga një veprim i drejtë që duhet të bëj për të ndalur drejtësinë, se në fakt drejtësia nuk duhet të kalojë sinore dhe kardhet e veta dhe të bëhet arrogante dhe të bëhet një çekiç që mund të godas cilin do që drejtësinë mund ta ndërsejnë ndërkombëtarët, konkretisht amerikanët apo evropianët, me të cilët bashkëpunon shumë spaku. Pra duhet të ketë disa vija ndarse, mendoj unë, por në rastet si në rastin e çështjes Balluku, ku janë dhënë shumë argumenta dhe dyshime të arsyetuara nga ana e spakut për përfshirje të saj në korrupsione të rënda, ju i shikoni rrugët po shkatrohen, ju shikoni që unë kam qenë i pari që e kam thënë këtë, nëse më ke ndjekur në rrethi katror, kam thënë që dhënia e Porto Romanos, një firmë greke, Arkirodrom, nga ana e Ballukut, do të jetë vetvrasja e kësaj dhe spaku do të fillojë hetimet dhe kjo procedurë e cila ka shpallur fitues këtë firmë greke e cila kërkon të sabotojë në bashkëpunim në shërbimet e huaja të lindjes të ruse dhe greke, duan të sabotojnë Porto Romano si porta hyrëse më e rëndësishme për NATO-n evropiane në rast të një konflikti që unë mendoj që do të ndodhë deri vitin tjetër, dhe në fund vitit tjetër, unë mendoj që do të ketë luftë Evropë-Rusi dhe korridori 8 do të jetë porta nga e cila do dërgohen të gjitha furnizimet për në detin e Ziku, do të ketë një luftë të madhe me flotën dhe me aviacionin e Rusisë dhe në portet e Varnës në Bullgari dhe të Konstancës në Rumani do të dërgohen që nga Porto Romanoja gjithë furnizimet bazë të luftës të nevojshme. Dhe unë parashikova në atë kohë kur fola që ky tender, kjo procedurë do anullohet. Dhe doli pikërisht ashtu siç ndodhi praktikisht. Dhe ndodhi ashtu siç thash unë. Pra, por jo për këto arsye. Thuhet që ka ndodhur për arsye të tjera, çështje ekonomike që kompania praktikisht është tërhequr për e justifikuar për çështje financiare. Pastaj për këtë do të argumentoj unë me një pyetje tjetër. Po të kundërshtoj që mos futemi në konspiracion tani. Jo, mirë, dakord. Unë jam i shmendur. Ka qenë për tjetër arsye, domethënë praktikisht është madje ka patur. Do të bëj një pyetje tjetër që do të ta mbush mendjen që ka patur dhe një deklaratë që janë në një farë mënyrë influenca të caktuara, të cilat kanë e kam thënë me kohë. Jo, influenca të caktuara të cilat e kanë anatemuar këtë kompani në influencë ruse, por praktikisht nuk ka qenë e vërtetë. Që ka patur influencë ruse kjo kompani, duke qenë se bashkëpunimi. Rama tha ka interesa nga shërbime të lidhura me kompaninë fituese, tha, që mund të ndikojnë, tha, në keq menaxhimin e ndërtimit të portit dhe të korridorit 8, që është një korridor dhe nyje strategjik. Jo, kam përshtypjen se ai ka thënë të kundërtën. Ai tha që këto forca dashakeqëse kanë ndikuar në tërheqjen e ofertës. Pra, në një farë mënyre është ndërtuar forca dashakeqëse i bie që forca dashakeqëse është ambasada amerikane, është ambasada amerikane. Jo, absolutisht nuk e mendoj që e ka të orientuar tek absolutisht, sepse tani po ta shikojmë politikën e jashtme shqiptare, po orientohet te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë çështje di shumë unë dhe është absolutisht, po thjesht po them qasjen se si sot kanë dalë në një deklaratë. Po e them për të parë sot që nga qeveria apo edhe nga mua materialin për të parë ma kanë dhënë nga njerëz nga kjo ambasadë. Ma kanë dhënë dhe më kanë thënë shikoje, nëse të mbushet mendja që kjo nuk është në interes të Shqipërisë, denoncohet dhe unë e denoncova. Tashi unë nuk flas kot.
Më kupton? Atëherë, jo, e di kush është absurdi këtu. Tash vetëm po Absurdi tjetë këtu- ambasada amerikane absolutisht. dashakeqse. Nuk e vend diskutim fare, domethënë informacionin tuaj. Absurdi këtu është që është një kompani portuale, e cila praktikisht është kompani në mos gaboj hollandeze, e cila ka monitoruar të gjithë procesin e tenderimit. Dhe domethënë do t'ishte absurde që një kompani e huaj e kontraktuar për të parë këto detaje dhe për ta analizuar këtë, do t'jetë bërë palë, thoni ju, Jo. për çuar tek ky ofertues, nuk është sepse kështu. ka Shiko, qenë 5 ofertues dhe në fund kjo kompania nëse dalim te ky pretendim, që thoni ju, atëherë bijem dakord që kompanitë e huaja në momentin që vinë në Shqipëri bëhen pjesë e pazareve. Jo, s'është kështu. Shiko, ta kanë qenë 3 me 2, ta kanë qenë 3 me 2. Si ka mundësi që Spaku është futur për të hetuar një proces tenderi i cili ka qenë akoma në proces ofertimi, domethënë nuk kemi shkuar tek. Jo, pasi u shpall fituesi. Domethënë kjo është absurde, dëgjoj, jo, nuk është kështu. Arseda, pasi e kam thënë unë këta në media. Jo, unë po kërkoj 10 ose 2 javë më mbrapa e ka marrë Spaku si dokument. Më kupton? 2 javë më mbrapa e ka marrë Spaku si dokument. Mund ta fikim atë mos na u bëva. Po e tham këtë, po patjetër që po. Spaku, ideja është këtu që një sekondë s'po e. S'ka gjë. Okay. Se e presim, Kështu që çështja është që nëse besojmë këtë, atëherë Spaku çfarë? Dëgjon deklaratat tuaja për të nisur një hetim. Ktu asgjë nuk pritet, çdo gjë është si në podcast. Okej, në rregull, se presim. Tash jemi live, kështu që ideja është që Spaku pret deklaratat tuaja për të nisur një hetim. Jo, kjo ishte rastësi, kupton. Po nëse do të jetë kështu, na bie edhe kredibiliteti Spakut, pastaj në sensin e asaj që i duhet një indicje e tillë për të nisur një proces për një tender i cili nuk ka shkuar në fazën finale. Nuk e nisi pre denoncimit që bëm ne. Nga ambasada amerikane i ka vajtur dokumenti me njerëz të saktuar, i është dorëzuar Spakut dhe Spaku e ka parë dhe është bindur që kjo është një diçka më tepër nga ato dosjet që kishte parë Spaku në lidhje me zhvillimin e tenderave, për të cilat për mos zhvillimin e drejtë dhe ligjor të këtyre tenderave, Spaku kishte filluar atë procedimin ndaj Belinda Ballukut, por nuk e kishte shfaqur, ndërsa mbasi doli dhe kjo, më vonë kjo ishte kapaku që ose ajo derdhja e vlimit që Jo, e kapa më shumë këtë çështje për të dalë tek Republika Prokurorëve që cituat ju. Dhe për ta lidhur dhe me këtë, jo, të bëra pyetjen e parë, mos ka një bashkëpunim Rama Berisha. E kam shënim, po duke qenë se jemi këtu dhe e lidhim si vi logjike. Për faktin që nuk jemi aq sa për ta analizuar këtë se çfarë konkretisht ka bërë Balluku, apo për ta lidhur me një emër ministrin vetvete, por me parimin që si bëhen gjërat në Shqipëri dhe si po përpiqet të vendoset strategjia, por edhe linja e drejtësisë së re. Dhe kur flasim për Republikën e Prokurorëve, ne këtu duam të luftojmë një ekzekutiv të fuqishëm duke ndërtuar një gjyqësor të fuqishëm, i cili bëhet po aq precedent i rrezikshëm kur vjen puna që këto prokurorë të fuqizohen deri në pikën qoftë edhe me ndikim të huaj, qoftë edhe kur dorën ja kanë dhënë ndërkombëtarët. Po gjyqtarët nuk prokurorët dhe gjyqtarët. Prokurorët dhe gjyqtarët. Prokuroria speciale dhe gjykata speciale. Ti lëm një dorë të lirë në terma që drejtësia të bëjë çfarë të dojë edhe aty ku mbase mund të cënoj edhe të pafajshëm, pra edhe në rastet kur nuk kemi të bëjmë në vetvete me korrupsion të mirëfillt dhe këtu cënohen të pafajshëm, se patjetër kur shkojmë te zyrtarët të lartë që realisht kanë abuzuar me fondet qytetare, ne jemi dakord që drejtësia të bëjë punën e vet. Po kur ti çon një dosje, se ne nuk jemi brenda asaj dosje, nuk e kemi qenë tek Këshilli i Mandateve që të shikojmë dosjen edhe dalim në përfundimin që kjo dosje ka patur realisht akuza të drejtë për drejta për korrupsion, se Këshilli i Mandateve thotë që nuk ka patur akuza drejtë për drejta për korrupsion. Madje edhe në raportin e opozitës nuk është e evidentuar
Ka dy raporte, dhe raporti i Partisë Socialiste dhe i opozitës Partisë Demokratike. Tani, raporti i opozitës në vetvete nuk e ka patur të specifikuar që aty ka patur akuzë në vetvete për korrupsion. Këtu flasim për akuzë e cila lidhet me pabarazi në tendera. Dhe kur flasim për pabarazi në tendera, vetë gjykata e posaçme, kur çon dosjen dhe i kërkon heqjen e imunitetit kuvendit, duhet marrë parasysh a janë të mjaftueshme këto masa që po çojmë aty që kuvendi ta justifikojë se kuvendi nuk është noter i as gjykatës posaçme, as GKK-s. Më kupton? Pra kjo është koncepti noterit, që ti mua më sjell një dokument dhe per forca më thua miratoje ti se e kam sjell unë. Dhe kjo do legjitimonte në mënyrë direkte Republikën e prokurorëve. Dhe ajo çfarë është luftuar këtu është precedenca. Dhe deklarata në vetvete thoshte që tani më që ne nuk e dham imunitetin, ju keni të drejtë të sillni prova të tjera që ndoshta mund të provojnë korrupsionin dhe ne ta rivotojmë. Dhe në të njëjtën kohë ne bëjmë këtë, luftojmë precedentin, nuk lejojmë Republikën e prokurorëve, por nga ana tjetër i lëm dorë të lirë hetimit, sepse imuniteti është vetëm institucional. Imuniteti vetvete nuk të heq ty të drejtën për ta hetuar. Dhe dalim tek një nocion tjetër që është prezumimi i pafajësisë. A është aplikuar këtu prezumimi i pafajësisë dhe a ka patur një tendencë nga gjykata speciale për të cënuar prezumimin e pafajësisë, që është po themi ai nocioni kryesor që duhet për këta zyrtarët të nivelit lart, po për gjithë ata që janë përfaqësues edhe në kuvend. Dhe në këtë pikë jemi tek fakti që këtu është luftuar me precedencën, jo me faktin që ti don ta hetosh apo jo, ti hetoje. Je i lirë ta hetosh. Por unë këtu luftoj mos vendosjen dhe legjitimimin e gjyqësorit mbi ekzekutivin. Domethënë në plan politik kjo ka qenë. Patjetër që këtu pati dhe një deklaratë tjetër e cila thoshte që ne nuk po luftojmë për individin, ne po luftojmë për parimin, dhe duke qenë se luftojmë për parimin, ju keni të drejtën tashmë ta hetoni zonjën Balluku dhe ajo tani më ka vetëm avokatët e saj. Pra mburoja që këta e pretendojnë, pra opozita e ka ngritur si pretendim, mburoja politike e vendosur nga mazhoranca, nuk është mburojë e cila e mbron zyrtarin më mbas këtij akti. Do të thënë pas këtij akti, ajo është e lirë që me avokatët e saj të bëj luftën e saj përballë drejtësisë. Në parim kjo a bën sens? Ka logjik. Se nëse do heqim dorë nga pushteti ekzekutiv, për pushteti gjyqësor, pra kosto e kemi. Për të dalë tek fakti jo kosto, po është një diçka shumë e rëndë kur pushteti gjyqësor dhe akuza bëhen shumë arrogant dhe aq më tepër mund të marrin urdhra nga ndërkombëtarët kundër njerëzve që votojnë në politikë nga votuesit. Cënon demokracinë e brendshme. Por në rastin e zonjës Balluku nuk ka gjurmë që të çojnë ke veprimet e saj, por ka dhia thella që duken edhe nga lart që ajo ka vepruar duke me të vërtet duke zbatuar një pabarazi të thellë të pjesëmarrësve në tendera. Tashi po të them një fakt. Zonja Balluku vjen nga Greqia, ka qenë një kohë gjatë në Greqi dhe ka lidhje të forta me Greqinë. Ka miqësira, ka njohje shumë të thella dhe ka një afeksion të madh për popullin grek dhe për kulturën greke, dhe këtu s'ka ndonjë gjë të keqe. Po si e shpjegon për shembull, dyshon ndonjë çik që në kohën që u bën procedurat e Porto Romanos, ajo vendosi si drejtor të portit dhe të autoritetit kontraktor, vendosi Piro Vengon, edhe ky një nënshtetas grek, dhe ky me lidhje të forta me Greqinë, dhe tenderi u dha një firme greket. Duken kështu gjëra të rastësishme këto. Do ishte, domethënë, nuk e them dot. Porto Romanoja është vepra infrastrukturore më e rëndësishme ndërtuar në këto 30 që do ndërtohet në këto 35 vjet, bëhet fjalë për pikën nye kyçe nga do bëhet transporti i mallrave në Shqipëri, dhe ne konkurrojmë me këtë port, edhe portin e Selanikut, edhe portin e Aleksandropullosit, që është pika hyrëse e korridorit 10. Pra korridori 8
dominon korridorin 10 dhe ka interesa të mëdha që ky port të mos ndërtohet. Mos e shikoni shumë të rastësishme këto gjëra që thashun. Që është shumë e rëndësishme, është pikë strategjike. Dhe unë kam thënë edhe këtë, Shumë e rëndësishme për Shqipërinë. para Belinda Balluku do hiqet Piro Vengo. Gabova ndoshta se u hoqën në një ditë. Më kupton, e kam thënë. Okej, nuk. Edhe ai është goditur për Porto Roma. Po tani për pjesën e parashikimit nuk di të them. Domethënë vlen të diskutohet. I ke në YouTube Kerefi Vlen të Katror. diskutohet. Shikoj, kam thënë para 3 muaj. Po them që vlen të diskutohet sepse nga i dinja unë to. Ka një qasje ndryshe nga juaja. Unë jam më shumë te faktet dhe e them në termat e asaj që gjërat rastësishme ju jeni qellor, po. Dhe ideja është që kur flasim për çështje të tilla kaq sensitive, kaq të rëndësishme për Shqipërinë, qoftë në plan gjeostrategjik, por edhe në plan ekonomik është shumë e rëndësishme dhe kjo edhe tërheqja ofertuesit në vetvete ka qenë një goditje goxha e madhe për këtë projekt shumë të rëndësishëm. Do ishte naivitet që të thonim që në politika gjëra të rastësishme, do të thonë në mënyrë absolute jo, por nuk themi dot as që këto kanë një lidhje logjike nëse nuk kemi fakte dhe të jenë të provuara që praktikisht këtu ka patur një tendencë për të bërë lidhje dhe për t'ia dhënë një kompanie greke, po për çfarë motivacionesh, kush është ndikimi e tjerë influenca. Do të pas një pyetje që do të bëj. Po duhet i futemi pak më, duhet i futemi pak më thellë. Mos më shmang pyetjen së parë. Se më duket sikur po i shmangesh. Jo, nuk po i shmangem, po jam bash këta apo e mora nga fundi se po dëgjoja edhe një qasje shumë interesante diet një profesorit nderuar që tha në këtë botë të mbrapsht duhet të ecim së prapthi. Se po ecëm drejt, nuk nxjerrim asnjë gjë dhe unë tani e nisa së prapthit se tash mbase më del mbar kësaj radhe. Kështu që për pyetjen e parë, ideja është që a janë bashk. Pra kjo ishte në interesa për të dominuar drejtësinë. Në interesa për dominuar drejtësinë politika. Për mua do të ishte një nga gjërat më diabolike nëse këto dy parti politike dhe opozita bën sikur dhe këto dy parti janë bashk dhe kjo do të shkonte kundër interesave të qytetarëve, por mbi të gjitha edhe interesave vetkombëtare të vendit tonë, sepse një vend i cili është i vendosur mbi parime demokratike, është i vendosur mbi kushtetutë, mbi ligjet e veta dhe pretendon se ka një demokraci funksionale dhe një opozit e cila është më e madhja në vend bën sikur dhe i shkon interesave të përgjithshme të mazhorancës dhe këta luajnë një teatër të madh për të zhbërë një farë mënyrë autoritetin e SPAK-ut, tek i cili duhet thënë është një nga instancat ku publiku shqiptar ka më shumë besueshmëri se në çdo instancë tjetër sot. 91% kanë besueshmëri në qytetarët shqiptar sipas indeksit të nxjerrë nga Komisioni Evropian. Dhe kjo do të ishte, ky lloj bashkëpunimi nuk do të ishte kundër SPAK-ut, por do të ishte kundër qytetarëve shqiptar. Indeksit dipsetit. Ndoshta. Dhe ky besues në logjik mund të jetë po ta kishte për në shqiptar do mund ta besoj jam shumë. Por qytetarët shqiptar kanë një besim të jashtëzakonshëm tek SPAK-u dhe unë mendoj se mendoj dhe unë. Po a janë 91% apo jo nuk e di. Indeksi i vjetshëm ka qenë 91% dhe qytetarët shqiptar kishin besimin më të lartë tek instanca e SPAK-ut që ndoshta ndoshta etja për drejtësi. Ndryen këta kundër politikës e përdorin këta e thonë, dëgjoj, mos u kruani me SPAK-un, se këta kanë 91%, kupton? Po a kanë 91% apo kanë 55%? Jo, e kanë 91% indeksin e besueshmërisë. Dhe ndoshta ato që po përpiqen mbase partitë politike të bëjnë është ulin kredibilitetin dhe besueshmërinë e SPAK-ut në sytë e njerëzve. Unë nuk kam besim këtë. Unë mendoj që ka akoma shumë punë për të bërë, kanë gabuar, mendoj edhe me çështjen Balluku, mënyra se si është adresuar, qoftë nga GKK-ja dhe nga SPAK-u, ose kjo ka ardhur e negociuar për të ndodhur në një formë të tillë,
ose realisht ata kanë gabuar me mënyrën se si kanë vepruar për çështjen e zonës Balluku. Mund të kishte një mënyrë shumë të rafinuar edhe për të mos e çuar në konflikt mes pushteteve, dhe konflikti mes pushteteve nuk i shërben SPAK-ut në këtë pikë, sepse ulja e kredibilitetit në opinionin publik është një minus që vjen për SPAK-un vetvete. Kështu që unë nuk gjykoj që ata janë bashkë. Nuk do doja ta besoja që janë bashkë, ndoshta mund të bëhen bashkë në pika të caktuara ku puthen interesa mbase shumë të mëdhaja qoftë të paprekshmërisë në SPAK-un për çështje ekonomike. Luftën kryesore kanë për pushtet, po luftën kryesore kanë për pushtet. Po themun janë bashkë. Për çështjen e SPAK-ut kundër SPAK-ut. Po. Kam dyshimet e mia, nuk mendoj që në çdo pikë ata janë bashkë, por në momentet të caktuara kanë treguar mund të ndodhet Rama në të njëjtën pozitë nesër. Dhe avokatit popullit, ajo ishte një pikë që tregonte që për shembull protestat që bëhen dhe nesërmen marrin pjesë në komisionet për ndarjen administrative territoriale, por edhe për çështjen e reformës zgjedhore. Domethënë në një farë mënyrë këta po koordinohen në disa pika dhe për të bërë opozit, por dhe nga ana tjetër për të çuar përpara reformat që i interesojnë të dyja palëve. Unë kam qenë dhe i di këto gjëra se kjo ndërton alibi. Ka gjëra ku duhet punojnë së bashku për të çuar vendin përpara. Këtë alibi që thoni ju, që janë bashkë, sepse këtu aktrojnë dhe bëjnë lojën e teatrit të protestës, dhe pastaj të nesër ulen në të tavolinë për të negociuar. Njeriu më i shqetësuar në rast se arrestohet Belinda Balluku, shumë njerëz mendojnë kush është të nderuar shikues? Rama. Jo, keni gabim, është Berisha, më i shqetësuari. Edhe Rama, po më i shqetësuari është Berisha, këtë mos e harroni. Goditja e Ballukut ja çon ujin çik më lart dhe Berishës dhe Ramës. Dhe sidomos Berisha që i ka letrat e hapura, se Rama akoma ka të pancirin e kryeministrit që nuk e shpojnë shigjetat, do ta shpojnë pak më vonë ndoshta, do përpiqet të bëhet president që të shpëtojë, por president do ta mund unë, ju kam thënë që unë do t'i dalë përballë dhe do ta mund si president sa do që të përpiqet të bëj manipulime, do vede në një vend dhe do ta marrin telefon dhe do të thonë o plak je duke të pruin që ke kujdes. O çfarë duhet roli presidentit? Do më votosh mua apo Ramën në qoftë se do krijojnë kushtet të unë do. Çfarë të duhet roli presidentit? Me pedagoget që ke atje shoqet. Çfarë të duhet roli presidentit? Jo ky president. Presidenti do forcohet shumë. Është një rol jo vetëm honorifik. Jo po talimet dhe po zhvlerësohet si rol. Në këtë pozitë që është ky me këto konsiderohet as në kuptimin diplomatik. Jo, me mulut sot me më thënë Alfred të bëjmë president them po ma fusni. Faleminderit. Kupton, po në qoftë se do ketë ndryshime kushtetuese dhe Shqipëria, siç mendon Rama, do bëhet republikë presidenciale ose gjysmë presidenciale, presidenti do ketë kompetenca të forta. Dhe unë ju kam thënë shqiptarëve që unë do konkurroj vetëm për një mandat, 5 vjeçar ose 7, sa do ta lër kuvendi. Dhe nuk dua me mandat dytë kur ta di që do fitoj. Ama do të dal kundër të gjithë atyre që mendojnë se mund ta përdorin shtetin shqiptar dhe shqiptarët si një fshesë për të pastruar ato halet e tyre. Kupton, nuk kam për t'i lënë kurrë, sepse nuk jam i kapur dhe kur s'kam për të më kapur. Nuk do ta lë kurrë veten të. Po me çfarë strategjie do ta mundësh Ramën? Se sot për sot njerëzit taktikën ta them tash për strategji nuk ka nevojë, se Rama është aq i zhytur në batak sa nuk ka nevojë për strategji për Ramën, vetëm të jenë vetëm aribistët mund ta. Si ndërkombëtarët e duan akoma? E do deep state. Jo. Do deep state. Rama për çdo gjë po vepron kundër interesit të shqiptarëve. Ndërkombëtarët vazhdojnë të shikojnë alternativën. Tony Blairi. As kemi alternativë. Këta njerëzit e Epsteinit që e kanë mbështetur, s'më impresionojnë fare. Rama mbështetet vetëm nga këllirat e botës deri tash. Kupton, s'më impresionojnë fare. Populli shqiptar do di të votojë një djalë të vetin, një njeri të vetin që e ka treguar veten gjithmonë që e ka pasur në krahun e interesave të vet. Rama ka qenë gjithmonë në të kundërt të interesave të shqiptarëve. Dhe Ramën e votojnë vetëm njerëzit e administratës dhe familjarët e tyre. Ka një problem. E keni vënë re njerëzit parimor si ju?
në momentin që futen në votim e din shumë mirë që publiku i mbështet etj dhe kur vjen punat e votimit shqiptarët nuk e votojnë njeriu parimor. Pra, ju ecni me logjikën që nuk e mendoj këtë. Njerëzit duan njerëz me që mbrojnë interesat e Shqipërisë, që mbrojnë parimet taktikën po ta them, dëgjoj taktikën. Me parimin. Që ka lidhje me këtë që po thonë. Shqiptar nuk i votojnë njerëz që dalin me parimin. Taktika është kjo. Unë do bëj. Nuk i votojnë qytetarët shqiptar që dalin me parimin. Unë do bëj 100.000 veta, i bëj dot unë si mendon ti në botën shqiptare, 100.000 veta që të më mbështesin mua si kandidat. Vlen të diskutohet. E marrim sikur ju unë them që bën shumë kollaj. Dhe këtyre 100.000 vetave do t'ju them që t'jetë fitore e sigurt, që edhe manipulimet bëjnë prap të dalun fitues. Do t'ju them dua nga secili nga ju 10 vota. Ti për shembull i bën 10 vota po ti je simpatizantja ime për shembull për mua president? I bën dot 10 vota? Duhet parë. I bën dot 10 vota apo jo, them. Po kushdo i bën 10 vota. Ja pra. Patjetër që kushdo i bën 10 vota. Pra kjo bërthama do ta mundra me 100.000 vet. Po të them për tjetër gjë. Ju e gjykoni kështu, unë bëj 10 vota. Po. Dhe këta njerëz që ju mbështesin ju, presupozohet që secili të bëj 10 vota për ju. Por qytetarët nuk e bëjnë këtë gjë kur vjen puna tek votimit. 10 vota thua ti dalin 7 ose 6. Më pak, 0. Më pak jo. Pra të thonë 10 dhe 10 shkojnë për rëmë në fund. Nuk ndodh kjo. Kjo nuk ndodh. Po sistemi elektoral në Shqipëri nuk ka për të ndodhur. Dhe mënyra se si qytetarët orientohen nuk ka për të ndodhur. Disbalanca që në Bullgari çfarë është bërë, e pat në Rumani çfarë është bërë, i ngranoi deep state gjykatën kushtetuese për të ndaluar kandidatët sepse u mundën këto figura si Rama. Po tani. 80-20%. Po nëse e marrim në këtë këndvështrim që thoni ju tani, se këtu nuk jam dakord fare. Po. Ju thoni deep state dhe çdo gjë, pra këto ndërkombëtarët janë gjithë barës me deep state dhe të gjithë influenca ndërkombëtare me përjashtime të rralla. Me përjashtime të rralla. Po atëherë këto janë Ungaria është kundër deep state-it. Ky është sistemi politik botror, ky është sistemi ndërkombëtar. Këto na drejtojnë. Po le të drejtojnë. Nëse ne këto e legjitimojmë, le të drejtojnë. Ne duam një president si presidenti kroat. Jo si Bajram Begaj. E ke parë presidentin kroati si zbodhi nga zyra ambasadorin izraelit. Dhe Bashkimin Evropian dhe gjithë instancat e huaja ne këtu i xherojmë. Po. Si një lloj si Viktor Orbani. Si ka ecur Hungaria, ka ecur para apo mbrapa Hungaria nga këto politika, ka ecur vetëm para. Orbani si ka ecur me mbështetjen popullore, gjithmonë duke u forcuar. Pse? Sepse njerëzit kanë sy edhe nuk i manipulojnë dot. Unë nuk do zgjidhem të fitoj Macroni këtu, ose të fitoj Amerika të sjell këtu, të sjell Taliban këtu në Shqipëri, edhe të dëboj shqiptarët nga Shqipëria dhe. Nëse e shikojmë në këtë këndvështrim. Po, në këtë këndvështrim që në rendin botror, këtu praktikisht nuk funksionon asgjë dhe çdo gjë ecën me interesat politike, janë të gjithë shtetërore. Është edhe një politikan tjetër që është kundër diktatit, që është më i fuqishëm në botë, që quhet Donald Trump. Që quhet Donald Trump. Ka marr fund çdo gjë. Po Donald Trumpi që del këtyre kundër dhe ju thotë ju kontrollon diktatin. Jo, Donald Trumpi është kundër diktatit. Sigurisht. Dhe prandaj ka shpresë. Po ju po thoni Po jo, po them për të Evropës, të përmenda Macronin. Okej. Se ti këta më thënë liderat e Evropës. Jo, të thash dhe Shtetet e Bashkuara. Jo, më thënë Shtetet e Bashkuara, më thënë vetëm për Evropën. Shtetet e Amerikës, instancat drejtuese të BE-s, të gjithë në tërësi, nëse eci me interesa diabolike. E ke dëgjuar ti si thotë Donald Trumpi? Nisemi kundra njerëzimit. Sot patriotët do t'i mundin globalistët. Deep state janë globalistët. Kupton? Unë nuk do mbështetem ke globalistët. Unë do mbështetem ke populli shqiptar dhe antiglobalistët. Po atëherë nëse jemi këtu pra. Po. Shteti shqiptar po orientohet drejt politikës trumpiste, pra po shkon drejt politikës Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi anti-deep state këtu. Jo, si jemi anti-deep state. Jemi anti-deep state. E di atë shprehjen kërcen prifti nga Belaja, Qeveria shqiptare po orientohet. Jo, atë shprehjen kërcen prifti nga Belaja, e di ti. Dhe takimi i Rama po kërcen nga Belaja tash me Amerikën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rama ka Sorosin në bark, po kërcen nga Belaja, s'ka çfarë të bëj. Është orientim është ai. Jo, e kanë kapur këtu për fyti, s'ka nga vetë. Orientim është. Me hira me pahir orientim është. Është me pahir, po ata nuk e duan, ta dish. Edhe me zikprezi rasin ta qërojnë.
Mezi presin rastin ta qërojnë, më beso. Po që nëse e kanë fuqinë, se po flasim që autoritetin t'i kombëtar. Shiko, janë gjithë të problemet të mëdha në agjendë. Do vi koha që do ta qërojnë. Do vi koha që do ta qërojnë kështu ja kështu. Pap, mu shkojnë, do t'i thonë. Mu shkojnë, largohu, do t'i thonë. Vetëm që politika po e mban. Atë po Rama gjitha zgjedhjet i ka manipuluar. Vlen të shihet. Gjithë proceset. O çako të lutem, 16 vite gjeopolitik. 16 vite e kam bërë geopolitikën. Më 2013 ja falem, sepse dërguan Metën. Shiko, në 2013 kaloi Meta këte, se kur nuk fitonin ata. Mirë po Berisha që gjithmonë ka zbatuar skemën 8 vjet këte me nanon, me kupton, 8 vjet këte pushtetit, 8 vjet ande, kupton, jala, i tha mere 8 vjet mbaj. Teatr është kjo punë. Ky e mori dhe selshon me ata, kupton. Edhe thot jam unë këtu, sepse është lidhur nëpërmjet Sorosit me Deep State-in. Deep State e mban këtë. Ky ka 2-3 palë zgjedhje që manipulon. Vetëm me manipulime i merr zgjedhjet. Edhe OSBE diri tash në raportin e fundit që bëri për zgjedhjet e fundit vitit kaluar. Pse nuk i delegitimoi zgjedhjet OSBE diri, sepse OSBE diri ka patur precedencë përpara që në raportin e vet nuk i ka njohur zgjedhjet. Shiko si fund. Ja ta them unë. Nuk del dhe e shikon që sepse më 96-ën nuk kishte luftë në Rusi me Evropa me Rusin. Jo interesat e Deep State-it apo jo? Deep State është dhe OSBE diri. Po pjesëtarët tashi që kur ka ardhur Trumpi, pjesëtarët e Shtetet Bashkuara në OSBE dir, sigurisht se ata janë bashkë, janë komision i madh. Pjesëmarrësit kur ka qenë Bideni, sigurisht kanë qenë Deep State. Tashi që ka ardhur Trumpi, mundet që fillon baret se ai nuk mund t'i ndryshojë të gjitha institucionet për një herë, kupton, pa fund institucionet Shtetet Bashkuara. Ai ngriti bordin e paqeve, mira, është një gjë e rëndësishme, kupton. Dhe gati po zhvlerëson OKB-n. Po pikërisht se OKB është Deep State. Po OKB është Deep State pra. Çfarë është kulmi i Deep State-it është OKB është. Qeveria botërore. Globalizmi botëror i pushtetit. Ai sa patriotët, jo globalistë. Atëherë, nëse të gjitha instancat qofshin dhe ato të sigurisë janë Deep State. Dhe ne sot do bëjmë politika ndërkombëtare që do të rrëzojmë Deep State-in, të bie edhe rendin botëror, do ta riformatojmë nga e para. Jo, s'do ta riformatojmë ne, po ne jemi si Arabellat, që në zjarrin e pyllit do hedhim 2-3 pikat Jo ne, po them Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse do të Rama 2-3 pika benzinë atje, si Arabelle 2-3 pika benzinë. Jo, ne orientojmë vetëm politikën e jashtme. Po edhe unë do 2-3 pika ujë atje, kupton, kjo është. Jo se ne do ndryshojmë politikën botërore. Po them që ne si Shqipëri ne ndryshojmë vetëm politikën tonë të jashtme, orientimin, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet i bie që praktikisht ndryshojnë komplet rendin se si ka funksionuar bota deri tani. Po për ata po përpiqen. Mënyrën si funksionon ligji mbikomtar. Ti e shikon që ka ndryshuar aleanca e Amerikës është me Rusin, nuk është me Evropën. Evropa është bota është në hall të madh. Rusia është, jo, bota është në rrugë të mbarë. Ka qenë hall të madh kur ishte Bideni. Bideni e futi botën në hall të madh. Lufta nuk është hall i madh? Kush luftë? Lufta filloi në kohën e Bidenit, nuk filloi në 2022. Jo, po them tani zëllimi i agravimit. Trumpi është përpjekur domethënë ta çojë botën drejt paqes. Ta çojë botën drejt paqes. Edhe sot që po bëhet lufta në Iran, pse po bëhet lufta? Sepse Shtetet e Bashkuara kërkojnë të ruajnë hegemoninë e tyre, të cilën Deep State po e shkatronte. Hegemoninë e Shtetet e Bashkuara mbas rënies së Bashkimit Sovjetik. Këta po e shkatronin, po e çonin Amerikën drejt falimentimit me kufin të hapur, me drogën, me drogimin, me shkatrimin, me mungesën e rendit, me shkatrimin e rinisë, të edukimit, të arsimit, të shëndetësisë, i shkatruan të gjitha. Shko në mes të New Yorkut, shikon njerëz të droguar, me mira në për trotuare. Mos them në Los Angeles, në pjesën perëndimore të Shtetet e Bashkuara, që tër trotuaret ka homeless pa fund që flenë në për çadra në shtetin më të fuqishëm të botës. Kështu e kthevi Deep State-it, demokratët. Trumpi është përpjekur ta rregullojë, ndali atë emigracionin klandestin, ndali influencën e Kinës në hemisferën perëndimore, e largoi nga kanali Suezit, i ndali furnizimin me naftë që bënte shteti më me pasuri botërore me naftë si Venezuela, tashi po përpiqet të bllokojë dhe
naftën e Iranit të mos shkojë në drejtim të Kinës dhe vendeve aziatike si India e tjera të BRICS-it, të cilat nga viti në vit po fuqizoheshin edhe po sfidonin edhe rregullat botërore të financave të vendosura në Bretton Woods dhe në marrëveshjet smithsoniane të petrodollarit në kohën e Nixonit në vitin 72 që mbajnë dollarin zotin e botës. Këta kishin filluar bënin tregti të naftës me yen ose me rubla ose me pare të tjera, gjë që dëmton ekzistencën e dollarit, i cili mbështetet ke ari i verdh dhe ke ari i zi. Këto janë dy standardet që mbështetet dollari. Në qoftë se këto nuk ekzistojnë, atëherë dollari bie dhe bie tregtia botërore, bie fuqia perëndimore e demokracive perëndimore, në qoftë se bie dollari. Se kështu kanë rënë të gjitha perandorit, kanë rënë nga ana financiare, kanë rënë nga ana ekonomike dhe politike. Po bëhet për paqe. Lufta po bëhet për paqe. Tashi ne dy mundësi kemi nga të shkojmë. O do ikim me Deep State-in dhe me Kinën, se Deep State-i globalistët e Evropës janë me Kinën në aleancë, ta dish. Ose do ikim me Amerikën dhe Rusinë. Kjo është aleanca që duhet zgjedhim ne. Kupton, që këtu nuk thuhet. Edhe këto i them vetëm unë këtu në Shqipëri. Më kupton, ku do ikim ne? Rama tash e ka kuptuar këtë, edhe për shkak se ka çështjen me Gonigal të hapur, dosjen, edhe i tradhtoi këta dhe i kuande. Po këta i kanë shumë gjëra dhe këta. Kanë shumë gjëra, kanë parat në offshore bashke, kanë në offshore-et e tyre, kanë shumë gjëra dhe s'di nga ta drejt tash. Kupton, ç'a të bëj? Ky i ka dosjen që mund ta thresë atje ta çojë në Guantanamo për me Gonigalin. Këta i kontrollojnë parat, e s'di nga të shkojë. Kupton? Ka ngelur për hall Rama. Prandaj të them unë është mushkonjë e vogël, që pak do t'i bien, do ta zhdukin nga skena. Qofta, se këtyre o drodhi, me këta është i pabesueshëm që po shkon, se po ja drodhe miku të parë, se ke problem t'ja dredhësh dhe miku të dytë. Kupton? Po tash s'kan nget merren me këta se kanë çështje të tjera, shumë shpejt kur të vi dita, ta dish që si mushkonjë kështu, pak do t'i bie në ky që duket kaq i fortë kështu. Do bie kështu me sekonda, dhe shumë e ka zgjatur. Tash ky Ben Malej, qofse e ke lexuar një postim të Arben Malej, i cili është një nga veteranët e Partisë Socialiste, nuk e di e njeh apo kam qenë në studio. Po. Jo, po Beni jep edhe mësim kështu nëpër universitete, ndoshta mos keni qenë me kolegë kështu. Por më shumë nëpër studio jemi takuar. Ben Malej, se unë e kam patur 4 vjet atje, shok klase, qofse mund ta quajmë kështu si deputet. Erdhi nga një periudhë e nxehtë e vitit 97, nga koha e revoltave që organizoi e majta në Shqipëri për të përmbysur sistemin politik që kishte ngritur Partia Demokratike në vitin 97 dhe që kulmoi me shfrytëzimin e rënies së shtetit nga skemat piramidale. Dhe erdhi nga një panoram gri kështu, domethënë nuk ishte shumë i pasur, u ngatrua me këto firmat piramidale, kishte qenë ekonomist aty, ishte përzier me këto, ndoshta me shërbimet sekrete të cilat ngritën skemat piramidale për të rrëzuar Partinë Demokratike që ta hapeshin depot nga destabilizimi dhe armët të kalonin në Kosovë, që sepse këtë tregtis mund ta bënte dot shteti, sepse i linte e drejta ish Jugosllavisë së mbetur të Miloševićit që të sulmonte dhe të pushtonte Shqipërinë si një shtet terrorist. Dhe kjo punë mund të bëhej vetëm nëpërmjet kaosit ku askush nuk mund të fajsohej dhe u hapën depot pasi u destabilizua sistemi politik në Shqipëri dhe Ben Malej ka qenë i përfshirë aty, por me kalimin e kohës u kthye në krijoi një profil shtetari të respektuar, të një njeriu të matur, të një plaku të urtë, domethënë në politikën e majtë. Mirë po, Rama pasi erdhi në pushtet me orientimet e atyre që sollën në pushtet të Sorosit, i largoi të gjithë të figurat e vjetra, por dhe të reja në moshë, po që kishin dhënë kontributet gjata në Partinë Socialiste, si ky Ben Plushi, po, edhe figurat tjera u goditën Servet Plumbi, u goditën figurat vjetra
Namik Toklja, uoq nga këto struktura drejtuese të Partisë Socialiste, uoq Artadade, uoq s'po më kujtohet tash me 10 emra që u goditën Maqë Lakrorje, ky kastriot si e ka ky që kaloi këte nga deputet nga në Partisë Demokratike, se s'po më kujtohet mbi emri. Dhe u goditën të gjithë të figurat dhe Ben Malaj dihet, i cili ka qenë aktiv në jetën publike, sepse edhe në moshë është relativisht i ri, nuk është shumë i moshuar. Ben Malaj i bënde thirrje Edi Ramës të jepte dorëheqje, sepse i theshte dorëheqja jote shpëton Shqipërinë. I theshte dhe sa më gjatë që të vazhdosh të rish, aq më keq do ta kesh dhe aq më të thellë do ta kesh fundin që do të prekësh. Ky tash ka ndonjë kështu gjë personale me Ramën, mendon ti di diçka që ne nuk e dim, që i thot të fjalë, apo janë nga pak të dyja, ose mund t'jetë ndonjë arsye tjetër. Si e mendon këtë analizë dhe si e shikon ti këtë përplasjen mes të vjetërve, të cilët kanë qenë profesor, kanë qenë njerëz të respektuar nga ana profesionale në fushat e tyre, gjithë të emra që të përmendon, dhe sot janë zvendësuar me këta patronazhistët, me njerëz anonim që si një familja e vet, dhe që kanë ardhur në parlament me shumë xhepa në pantallona. Po, praktikisht nuk di të them për deklaratën e zotit Malaj. Nuk e ke lexuar? E kam është parë. shumë. Po, e kam parë. Është bërë virale. Po. Është bërë virale dhe madje më shumë kërshëri ajo zgjon për faktin që zoti Malaj ka qenë pjesë e Partisë Socialiste për shumë vite, etj. Dhe fakti që u nda nga Partia Socialiste, po më shumë me zotin Rama në një mënyrë të pakënaqësie, në një farë mënyrë, mund të çojë tek pretendimi që mbase mund të jetë dhe krejt personale, ndoshta si deklarat. Nuk duket sikur zoti Malaj flet aty me kompetencën e dikujt që di diçka, dhe del me faktin se largohu, se këtu tani do ndodhi gjë. Ma duket më sikur më shumë një deklaratë e tija, e cila mund vi për çështje personale, mund vi sepse ai bën parashikimin e vet politik, duke e parë se si janë çështjet me drejtsinë dhe se si po shkon situata, në thonjza një lloj paralajmërimi që pra kështu si po e vendos autoritetin e vet drejtësia, ndoshta nesër mund të vi tek ty dhe nuk i dihet se si pra duket sikur është mes parashikimit dhe ngjyrimit personal si deklarat më shumë se sa e faktuar apo e mbështetur mbi fakte reale të asaj që zoti Malaj mund të di. Dhe mendoj që nëse ai do kishte ditur diçka më shumë për këtë çështje, duhet kishte dalë me fakte konkrete etj. Duket sikur, domethënë zoti Malaj e ka këtë tendencën e parashikimit, madje mua muroi edhe për një post të ri që nuk e kam, kur ishim një ditë në studio, më tha urime dhe si kryeministre e re, se nuk i dihet se si vin punët, etj. Pra, duket sikur luan pak. Që ta ka thënë seriozisht apo më? Këtë s'di të ta them, nëse e ka thënë seriozisht apo jo, po nëse din diçka, atëherë është augur i mirë dhe për mua. Kështu që në këto terma, kështu që duket sikur luan pak me retorikën zoti Malaj dhe uroj më shumë të dalë kjo e dyta se sa e para. Po këtë po themi, shpresojmë të dalë e dyta, por ishte më shumë për shaka se politika nuk funksionon kështu. E them më shumë në termat që duket sikur ka një lloj hatërmbetje nga ana e tij dhe ka patur një tendencë të përplasjes që me ardhjen në qeverisje të zotit Rama, ai ka vendosur njerëzit e tij të besuar. Është përpjekur që të krijojë rrjetin e vet, rrethin e vet të influencës, ka vendosur njerëz që janë profesionistë dhe menaxher. Në momentin e ardhjes që thatë Rama. Duke qenë se ka larguar të vjetrit, pra ka qenë shumë emra, siç e thatë dhe ju zonja Artadade, Namik Dokle, Mimi Kodheli, ato që vendosi Rama. Rama ka profesionist. Zonja Spiropati. Kush është kjo Manastirliu, që organizoi këtë? Po zonja Manastirliu ka drejtuar Ministrinë e Shëndetësisë, ka drejtuar Ministrinë e Arsimit,
ka patur funksione shumë të larta dhe në përgjithësi kanë qenë profesionistë. Jo, nëse ka një njeri që pas Ramës që duhet bërë një gjyq, një gjyq publik. Kjo është tjetër diskutim. Është manastirë. Është më mëkatarja e madhe që ka ky popull. Është ajo që ka vaksinuar njerëzit me forcë. Jo, si jemi në Spaku. Si jemi në Spaku, po ka zot të madh dhe ka karmë dhe ajo do ta paguajë një ditë atë që ka bërë shqiptarëve gjatë kohës së pandemisë. E kam thënë gjithmonë dhe them prapë. Ajo bukuroshe ëmbël është djalli në Shqipëri. Jo, më ky është mendimin, dakor. Jo, thjesht jap analizën e parimit, është tjetër gjë ajo që thoni ju, se si e ka ekzekutuar punën e saj apo çfarë dëmi mund të ketë shkaktuar nëpërmjet vaksinave, por mund të marrim dhe anën tjetër të medaljes, që nëpërmjet vaksinave ka njerëz që edhe janë mbrojtur, edhe janë shpëtuar dhe jetë. Kështu që jemi tek dualizmi kur vjen puna tek çështja e vaksinës. Jo, mbas këngës me gzim po shkoj në punë, ishte shakaja më e madhe. Jo, vetëm diçka. Këta njerëz që zoti Rama rekrutoi dhe i bëri pjesë administratës vet, kanë qenë njerëzit e tij të besuar. Diç po desin nga 30 vjet me atak në zemër që s'ka bërë vakiku. Kam dëgjuar. Para 3 ditësh vdiq njëri në Ersek, 32 vjeç. Janë të provuara që janë pasojë vaksinave këto? Po më përpara pse nuk disnin moshat e reja me atake asnjëherë. Kjo doktorët e zemrës ka pasur në rastoj faktuar, nuk futem dot në këtë diskutim. Nuk futem dot në këtë diskutim, është e pafaktuar, mos më fut në. Po ja pra po ta them, para vaksinave nuk ka asnjë vdekje me atak në zemër në moshën 48 vjeç, asnjëherë në Shqipëri, edhe në botë. Janë raste të ralla, vetëm ata që lindin me defekte në zemër. Kurse njerëzit normal kur nuk vdesin me atak kardiak. Okej. Tash janë me vjetra, çdo javë vdesin. Ta kalojmë këtë. Edhe do shtohen më shumë. Nuk më intereson kjo pjesë. Pra, më intereson, por në një moment jemi në limitet dhe themi që mënyra se si është vendosur që sot rekrutohen profesionistë dhe të vinë të paktën nga zoti Rama, të vinë njerëzit e tij të besuar, dhe në një farë mënyrë ai ka vendosur nganjëherë dhe besimin mbi profesionalizmin. Po më thënë pse ka mbushur shumë qeverinë si më. Dhe efektiviteti femrave është treguar që femrat kanë efektivitet në qeveri. Po kanë më të madh në qeveri. Në 60 femër, njëti në 60 femër të shuar në botë. Kanë produktivitet shumë të lartë. Jo, e di që janë më inteligjente nga burrat, po në 60 femër. Kanë qenë dhe punojnë, më parë kanë punuar. Ose në shkencëtare femër të shuar. Dhe e di çfarë ka ndodhur një fenomen. Unë jam shumë pro integrimit femrave dhe jam shumë dakord me faktin që janë futur shumë femra në qeverisje. Edhe unë jam që femrat të integrohen, të mbajnë fëmijët në familje. Kjo është patjetër që po. Këtë do bëj femra. Po e bëri mirë. Roli i saj i parë është si nën. Por edhe si profesioniste nuk kemi pse ta anatemojmë edhe ta diskriminojmë femrën kur do të bëjë dhe karrierë. Por jemi tek fakti që një element ka qenë. Kjo është agenda Rockefeller mbas viteve 60. Dhe në vitin 60, historikisht në mijëra vjeçar femra nuk ka punuar. Kanë punuar burrat vetëm. Dhe ka qenë drejt që kur futën në garë burrat me gratë, shoqëritë perëndimore u bën dekadente. Jo, nuk ta pranoj këtë, ky është diskutim që do zjasi akoma, do futemi në diskutim shumë. E di unë, mund ta marrin tash këtë deklaratën time. Nuk e them si qasje feministe. Po feminizmi është kjo që thonë ju. Jo vetëm si feministe. Ky është antifeminizëm. Jo si feministe. Është si barazi. Pse gruaja nuk ka të drejtë punoj? Të ketë jetën e saj, të jetë pavarur në shoqëri, të ketë pavarësi. Ka dhunti shumë të mëdha që mund të jenë në gishta në botë. Është drejt fare kjo, nuk mund ta themi atë, pastaj i bie kuçkën në mesjet. Mund të gruan në mesjet, mund të kaloj, jo, s'ka qenë mesjet perëndimi. Perëndimi asnjëherë s'ka qenë mesjet. Mi femrës kush është i prodhim? 300-400 vjet. Po çfarë? Vetëm kaq. Edukimi i fëmijëve. Edukimi i fëmijëve vetëm rol familjar. Ushqimi i fëmijëve dhe i burit vet. Këtë e ka zhbër Margaret Thatcher. Kush është Margaret Thatcher? Po Kryeministra e Britanisë Margaret zhbëri konceptin të drejtuarit nga një femër, edhe faktin që një femër mund të jetë zonja dhe të mbaj familje dhe nga ana tjetër të ketë një profesion dhe të jetë suksesshme në profesion. Kur ishte kaq e suksesshme si e zhdukën për 10 sekonda Margaret Thatcher nga pushteti. Jo, e di se ka zhdukur. Ka qëndruar më shumë. Jo, po si e zhdukën. Brenda një nate zhdukën. Kur ishte në kulmin e fuqisë, sa foli diçka në sekondë. Nuk biem dakord tek kjo. Themi që jemi pro faktit që femrat ti integrojmë në qeverisje, por ka një gjë.
mos të zhbëjmë konceptin e politikanit. Më lër ta them këtë. Mos ta zhbëjmë totalisht për konceptin e politikanit. Sa ajo që po ndodh, dhe ky është vetëm i vetmi fenomen që dua të kritikoj tek kjo gjë, jo vetëm për femrat, por edhe për meshkujt, po vin teknicien dhe nuk kemi më politikan. Dhe brezi vjetër që thatë ju ka përfaqësuar shumë drejtësisht nocionin e politikanit. Dhe nuk ka asnjë që dal ta përfaqësojë Partinë Socialiste askund. Ke parë në studio të dalë në nivel menaxherial. Në një drejtues i administratës ose i politikës Partisë Socialiste nuk ka asnjë. Nuk shikojmë asnjë në studio, ashtu. Ka përfaqësues jo, tani kanë filluar të jenë aktiv. Kanë filluar. Unë nuk shikoj asnjë. Filluar nuk dalin parë. Pyetja e fundit se jemi në limitet shkurt, Arseda, se kisha qejf ta trajtonin pak më gjatë, por na mori shtjella e bisedave. Se unë këtu nuk jam vetëm për të bërë pyetje, jemi bashkëbisedues gjithmonë, sepse për të shmangur një drejtuese këtu dhe për mundësitë e vogla që ka podcastin nuk mund të mbajmë domethënë dhe unë bëj dhe pyetjet, po edhe diskutoj me të ftuarin, pra jemi dy bashkëbisedues dhe këtë ja kujtoj dhe shikuesve vazhdimisht. Sistemi arsimor, me që je pedagoge, dhe në ciklin e 8 vjeçares, dhe në shkollën e mesme, si të duket dhe si ke dëgjuar, për shembull, si ka qenë arsimin përpara, respekti për mësuesin, kurrikula, gjithë organizimi i sistemit arsimor, si të duket roli mësuesit? Ka një është transformuar. Nuk themi i pedagogut, sepse pedagogët janë të rritur e kuptojnë më shumë ata studentët në krahasim me nxënësit e shkollës mesme dhe të 8 vjeçares. Si duket roli mësuesit, rregulli në përshkolla, lendët, edukimi patriotik, për shembull, si të tingëllon kjo heqja e Najmfrashit, për shembull, nga urdhrat që ka bërë një klan fetarist brenda Partisë Socialiste si Edi Rama, Thomas Frashëri, këta që drejtojnë kulturën, kjo ministrja që ka qenë e kulturës, si e ka kjo që e ka dhe si Kushurir Rama nga Vunoja ende. Si të duken këto, ky e ka pasur Thoma Frashëri, e ka bërë Thomas. O Thomas, çfarë jeni ju Thomas? Mos jeni gjë grek që kini këtë sen nëse shqiptarët nuk e kanë Thomas, e kanë gjyshi jote e ka pasur Thoma. Pse e mban Thomas? Kujtja tund bishtken, o Thomas. Dhe të heqësh ti Thomas urdhrin Najmfrashëri nga urdhrat dhe të godasësh figurën e Najmfrashërit së bashku me kryeministrin tënd dhe me disa njerëz në Akademinë e Shkencave që bëni atje simpoziume për këtë ish kreun e kishës ortodokse, se s'më kujtohet emrin, Janullatosi në Akademinë e Shkencave dhe të heqësh emrin dhe urdhrin Najmfrashëri, domethënë kjo nuk do të tolerohet gjatë nga shqiptarët, më besoni. Tashi Rama është duke bërë dhe një goditje, pasi bëri një goditje të figurës së Najmfrashit, dhe me qëllim sollën dhe eshtrat e Mitat Frashit, me qenë se Mitatin gjysmë shqiptarëve e duan, gjysma nuk e duan për shkak se ka qenë kryetari i ballit kombëtar, pavarësisht e emrit të madh që ka si kryusi Kongresit të Manastirit, po e solli Kastile për të thënë që dëgjoj, ja këta janë frashëllint, një pjesë e madhe e shqiptarëve nuk i duan si Mitatin. Disa libra Najmfrashi i ka shkruar në gjuhën persisht, siç janë Ndërimet, siç janë Qerbelaja, Fletore Bektashimve, të cilat janë përkthyer nga Vexhi Buaraja. Dhe kjo është arsyeja pse është goditur Najmfrashi, sepse Rama u përfshi thellësisht në luftën kundër shtetit të Iranit si një kukull me tela i globalistëve dhe i sionistëve, duke i futur shqiptarët në një konflikt të kotë për interes të tyre. Dhe goditja filloi nëpërmjet Bektashiut Najmfrashi, i cili ka pasur sloganin feja e shqiptarëve shqiptaria dhe është poeti madh kombëtar. E dimi që keni bërë një përpjekje për ta hequr dhe si poet kombëtar dhe të vendosni një nga tuajt, që edhe ai është poet i madh, Lazgush Poradeci, por nuk do t'i arrini kurrë, se vetë Lazgushi në shkrimet e veta e quan dhe Naimin profeti ynë. Dhe nuk ka se si të mos jetë profet një njeri që ka bërë vepra të tilla si Bakti e Bujqësi, Historia e Skënderbeut, Lulet e Verdhë, dhe shumë vepra të tjera madhështore që do ta mbajnë deri
në sa të ketë jetë populli shqiptar në panteonin e figurave të mëdha, pavarësisht se ju min të vegjël përpiqeni që të godisni këtë gjigant të kombit shqiptar. Arseda, mendoj që jemi në fund. Bëre gjithë këtë parantezë. Po, si bashkëbisedues. Bashkëbisedues me publikun, jo me mua. Se këtë e bëri për publikun, se bëri bashkëbisedim me mua, e bëre për ata. Po mirë, ju drejtova kamerës, po bashkëmi në bashkëbisedim. Jo, bashkëbisedimi jemi tani dëgjoj. Them dhe unë dy gjëra. Po pak shkurt se jemi në limitet. Shkurtimisht jo për të kundërshtuar ato që thatë ju, sepse patjetër që me qasjen tuaj jam dakord dhe duhet thënë që nga reforma në arsim ka prodhuar shumë gjëra të mira reforma në arsim, ka arritur të mbylli nuk e rajnë dot mësuesit tash. Jo, nëpërmjet reformës. Nxënësit i rajnë mësuesit dot me apo si rajnë dot? Jo, një sekond. Kush ka frikë kur hyn mësim? Mësuesi nga nxënësit apo nxënësi nga mësuesit? Në 8 vjeçar. Se unë njoh shumë mësues, prandaj po të pyes. Nuk dua të bëjmë debat, thjesht them 2-3 element. Patjetër dhe ato që janë bërë mirë dhe ato që kanë nevojë të përmirësohen. Ato që ka patur pozitive reforma arsimore. Ka qenë një lloj reformimi që ka ardhur si rrjedhoje digitalizimit edhe ndryshimeve digjitale që po ndodhin sot që vinë edhe si efekt global. Dhe këto ndryshime nuk kanë ardhur vetëm në Shqipëri, këto po ndodhin praktikisht në gjithë botën, mënyra se si sot po zhvillohet qoftë mësimdhënia dhe mënyra se si sot po zhvillohet mësimi, sot po përballemi me breza që nuk e kanë më kulturën e dikurshme që kemi patur ne. Nuk janë më breza që kanë ato përqendrim, kanë ato iniciativë. Ka patjetër, po dhe digitalizimi ka dhënë efektet e veta në mënyrën se si qasen sot studentët. Po libra me detyrim për të lexuar kanë të veçare. Dhe qasja e pedagogut duhet ndryshojë në bazë të mendësisë dhe mënyrës se si sot nxënësit nuk janë më ata që mbajnë një libër në dorë, por ata që mbajnë një celular në dorë për 24 pra. Mësuesit e pedagogu. Të dy se kanë një rol të pandashëm, atë që ndërton mësuesi e merr pastaj në dorëzim pedagogu. Ndryshon, po kur je në vit të parë, unë për shembull jap mësim studentëve të parë në universitet, dhe viti i parë është pothuajse student gjimnazi. Semestri i parë, viti i parë është pothuajse student gjimnazi dhe ti duhet ti ndërtosh atit mendimin kritik, ti bësh tranzicionin nga ardhja nga gjimnazi për në universitet dhe ku ndryshon nocioni i qenurit nxënës nga qenuri student. Dhe fakti që reforma në arsim ka bërë disa elementë që janë shumë pozitive. Para ka qenë mbyllja e universiteteve private të cilat dëshonin ishin vetëm thjesht kioska diplomore. Dhe mbyllja masivisht i këtyre universiteteve private pas një formë certifikimi ka qenë shumë pozitive. Elementi dytë shumë pozitiv është rritja e kriterit mesatare studentëve cilët pranohen në universitete, që do thotë sot studentët vinë më të përgatitur edhe vinë me një mesatare 6.5, që do thotë kur vinë janë shumë më të filtruar dhe kriteri për të ardhur në universitet është shumë më i lartë. Kurrikula ka patur ndryshim, presupozohet që ky ndryshim duhet vinte konform qoftë me ndryshimet historike etj, sepse kurrikula e mëparshme ka qenë shumë e mbështetur në kurrikulën e periudhës ish komuniste, por ka patur anomalitë veta dhe këtu unë bie dakord me ju që rishikimi i kurrikulës është një nevojë imediate që duhet bëhet qoftë për sistemin e 9 vjeçar, ashtu edhe për gjimnazin dhe 3 vjeçarin e gjimnazit, sepse sot kurrikula nuk ka vetëm ato anomali që thoni ju, që a vijnë nga ndikime të ndryshme që ju e lidhni me dijet tuaja të konspiracionit apo jo, unë nuk di të ta them nëse këto lidhen me qëllime dashakejse apo influencat huaja, por unë duhet të them që nga aspekti drejtshkrimor, gjuhësor, të dijes dhe të thithjes, për thithjes së dijes, sot teksturat edhe tekstet duhet të rishikohen sepse kurrikula ka anomali. Ka anomali dhe të përkthimit të përshtatjes në gjuhën që janë shtuar shumë në për këto librat, në për abetare, në për të duke normale kështu apo. Kjo u ndalua, strategjia e target grupeve LGBT e cila kërkonte planin e veprimit. Ndalua se erdhi Trump. Jo, kërkonte përpara se të vinte Trumpi, ka qenë strategjia edhe plani i veprimit i target grupeve LGBT që ty ta nëpërmjet direktivat të Bashkimit Evropian ty të kërkohet ta implementosh strategjinë e LGBT, nuk ke nga e luan, do të thënë
Bashkimi Evropian na imponon këto. Po që se na impononi çedukimin e rinisë tonë. Fuck you be. Jo, është ideja është këtu. Po që se ata na imponojnë edhe na futin LGBT në shtyrën furizore të edukimit të fëmijëve tonë. Çfarë bëjmë? Ngrihem të ikim me këtë gjë komunikimi që bëni ju. Tani kjo është e papranueshme, do të kërkoni ndjes tani për këtë gjë. Tani ideja është këtu që ti në mes Brukselit tani e morë vesh këtë gjë. Në mes të Brukselit i ke flamurin e target grupeve LGBT. Kjo nuk është një gjë e re. Nuk është se ju e mësuat këtë se do parafrosh disa ligje të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Kjo ka qenë politik e aplikuar dhe në SBA-n që ju e mbroni dhe thoni që është vendi liberal. Më janë me Trumpin sepse Trumpi i zhduku këto. Nuk i ka zhdukur. Trumpi i zhdukur, nuk le më flamur LGBT. Po nuk i ka zhdukur, se fenomeni është aty. Po fenomeni le tjetë, le të bëjnë çfarë duan ata në jetën e tyre të përditshme. Agenda. Shteti s'ka punë me ta. Në Bashkimin Evropian agenda ka ekzistuar gjithmonë, nuk është diçka e re. Jo, po habiteni ju. Këto 15 vjet të fundit ka filluar. Në mes të Brukselit në datën 17 maj kam Sorosianët i kanë futur këto 15-17 vjet. I gjithë Brukseli ishte i mbushur me flamujt e LGBT-ve dhe të drejtat e LGBT-ve sot po proklamohen shumë se të drejtat e njeriut. Nuk jam kundër ekzistencës së tyre dhe dënimit të tyre. Jo. Ata le të mbajnë agjendat e tyre në shtëpinë e tyre, në shoqërinë e tyre, nuk ka punë të mbajnë flamur në institucionet e tyre. Sot institucionet shqiptare i shkon agenda e Bashkimit Evropian. Kush të dojë të zgjedhë perversitetin, le të ri pervers, nuk i ndalojmë, askush nuk të ndalon. Nuk jam mendoj ta mbyllim Marcela se asaj që thoni ju thjesht ta përfundoj se si do perceptohet te publiku kjo. Dua të them dy gjëra që unë të qartësoj veten. Strategjia e veprimit dhe plani i veprimit që vjen dhe direktivat e Bashkimit Evropian janë kushti i negocimit dhe ky plan i veprimit në atë kohë. Po zgjodhon president që them s'ka kusht për këto gjëra. Në atë kohë Rim këtu ku jemi mirë. Desh të implementohesh edhe në shkolla nëpërmjet analizës që do të bëhej dhe agjendës së tyre për ta futur retorikën e LGBT-ve në shkolla. Dhe kjo u ndalua, sepse shkolla konsiderohet e para laike dhe e dyta nuk lejohet asnjë lloj promovimi brenda shkollës. Atë nuk është ndaluar se këta të paktën në shkolla. Aty e kanë mendje vetëm po presin sa të vi momenti. Kur flasim për sistemin arsimor ka patur disa element, por ajo që duhet të rishikohet dhe e thash, është fakti se si sot bëhet edukimi dhe se si sot janë ndërtuar kurrikulat, ndoshta për të bërë ndryshimet e duhura dhe për të arritur edhe më shumë rolin e mësuesit, që patjetër në këtë kohë që jetojmë, gjithmonë më shumë do të vijë drejt zhvlerësimit, sepse dhe brezat janë të tillë. Nuk është vetëm problemi tek mësuesi, është ideja se si qaset brezëri dhe mësuesi dhe pedagogu duhet të jetë gjysëm psikolog në momentin që futet në auditor. Po patjetër, gjithmonë kështu ka qenë. Le mos e fajsojmë dhe le mos të dalim te këto pretendime në momentin kur ne po ndjekim një rrugë drejt Bashkimit Evropian dhe jemi në proces negocimi dhe qoftë edhe një strategji e target grupeve LGBTI është e drejtuar në mënyrë të drejtë për drejt nga direktivat e Bashkimit Evropian. Nuk është diçka që ne e bëjmë sepse duam ne ta bëjmë në këtë formë. Aman se ne jemi, po ne si shoqëri jemi shoqëri e ndërtuar mbi nocionin e familjes. Ne kursesi në asnjë formë nuk duam ta absolutisht ne këtu jemi për ta rilindas që të jo, jemi për ta mbajtur personin e familjes, por për të respektuar dhe të drejtat e njeriut. Mirë se të falenderoj për bisedën. Je mirë pritur sa herë të kesh dëshirë ose sa herë të na jepet neve mundësia, do të ftojmë sepse bisedat me ju janë biseda të këndshme dhe divergjencat tona në diskutime sigurisht shkojnë drejt të vërtetës. Para se t'ju them natën e mirë, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton ose ata që e kanë shqip abonohu që t'ju ndjekim ne dhe mos na ndiqni ju. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim. Tung tung.